8 vite e gjys, a i thash ka vdek vite 80 sakt, nuk e di 2, 3, 4, po ka vdek vite 80. Dhe kështu që unë një familje mirë, unë e kam ofër 1500 metra, do të thotë 1 kilometër e gjysmë shtëpia ime dhe shtëpia e Grudës. Zotri Gucati, në kë ludonte Ramabaja, për kë e kishte fjalën? Për zotë nuk e di, nuk du të ta ludoj në asnjë njeri, nuk e di, unë ka ekzistuar njeri që ka përmend Ramabaja me emën, kështu që nuk du të shoh në atë person se nuk e njoh, nuk di ka ekzistuar në atë lagj ato, sonë lagjën Gruda e njoh, unë e njoh mirë se fshoti Morina dhe Polaci, ne kemi mësuar në një shkollë bashkë, do të thotë në shkollën Polac ka mësuar fëmia mi. Vojza ime Hasa ka qenë një klasë me përparim Grudën. Do të thotë unë i njoh këta mirë se fëmia mi edhe vllavi i dytë edhe vllavi i vogël e kanë kryer shkollën në Polac edhe motrat e mia, kështu që ne nifim me lagje ty në shumë mirë, në atë lagje ka doktor shkencë, ka mjeksion, ka drejtora, ka inxhiniera, janë familje apo lagje që kanë kontribuar për vendin dhe për kombin dhe për shtetin lagja Grudë, kështu që mund ka bevasue dje apo prom zoti Ramabaja kur thot se babgjyshi i përparim Grudës se ka pas ka punu në ish sistemin Jugoslav, jo pra s'ka punu kur njëtën e vita e ka punu tokën, ka qenë një bujk i mirë, jak i urtu në përmdoket për shok shtu, t'jeni t'bini saj në përfshatra kemi pasar kafsh, lop, që kemi ru lop. Kështu që unë duket për shok plakur me një shok në dorë, ne kemi thonë krylje, duke i rrujtë lop në atë moljen ato ofër aeroportit Marinës, aeroporti Bujqësur që është në Marin, ata ofër aty kanë shpjetë dhe kanë tokën ato. Dhe zotri Gucati, sa shpesh befasoheni në këtë formë pra, nga një person të kaluarën të cilit ju e deni, ndërsa ajo që flitet për ta është krejt kundër asaj që ju realisht mund të deni si kur kjo çështje që po bisedojmë sot? Unë gjithmonë po flas me mendimin tim, unë mendoj, ata që janë kundër vetëvendosjes gjithë janë bashkëpunëtor servis. Kështu mendon vetëvendosja, edhe Ramabaja. Çdo njeri që ne jemi kundër tyre, ata mendojnë që na jemi kundër vendit dhe na jemi bashkëpunëtor e UDB-s. Por edhe në drejtim të vetëvendosjes s'ka pasur akuza të tilla. Keni informacione për diçka të tillë? Ja, unë s'kam informacione, nuk se nëse to më do të kisha folë pa hezitim, nuk shumë mirë marrë, s'kam arsye pse të kem frikë. Po nuk e di, po mua çka më vjen turp. Ky thot veti profesor, nëse është profesor, edhe qa me keqja u merr me telefon, tham kanë shkruar në telefon. Unë e sfidova, i thash, a ka mundësi me emrin e atij personi kush ka shkruar në telefon, edhe ai personi më ballafaqu me neve në debat me thirr, edhe më ballafaqu në debat televiziv në Debat Plus. Më ballafaqu me to më thon pse po gënjen. Jo, familja Bejta, janë familje që njihen Polac për familje të mirë, familje kombëtare, familje urt. Thash Bejta ka qenë ushtar, jo që ky Bejta i ri. Se kjo ka emrin e babgjyshit, vllavi për përparim Grudës, e ka emrin e babgjyshit Bejtës, edhe ka qenë pjesëtar i ushtrisë ndar Kosovës, është edhe veteran. Thash baba i tij është edhe i vrarë. Do thotë ajo shtëpi ka qenë buzmolje, ka qenë edhe si çerdhe e ushtrisë ndar Kosovës, ku edhe nuk kam flajt ato në shtëpi komplet. Ka ndodhur se të 2-3 kam fjetë në shtëpi. Kështu që ka qenë larg pej pjesës ku kanë qenë forcat serbe, ka qenë buzmolje dhe ato kemi fjetë dhe jemi ushqine. E kështu që mu vjen shumë keq kur etiketohen njerëzit që kanë jap kontribut, është dobësia e madhe ku njeriu ka babën e ka të vrarë. Përparimi ka babën e vrarë, kjo është dobësia e madhe, përparimi është një djalë dash intelektual, një profesor i mirë, një djalë i ri ka jetë përpara. Me do me etiketosh marrë. A duhet pranuar kërkim falja nga Ramabaja? Po, ne shqiptarë gjithmonë kemi qenë zamexher, ne duhet të pranojmë kërkim faljet. Unë nuk i them përparimi që mos ja pranoj, duhet ja pranoj se ne jemi njerëz, mund të gabojmë, po jo me gabim me qëllime, se qëllimi nuk falet. Po gabimet pa qëllime edhe ndoshta pa tendenca, është mirë më fal. Me që Ramabaja pranoj se i kishte ardhur në mesazh një informatë e tillë. Po, Ramabaja pranoj. Ke një ide kush e futi në Grack Ramabajen? Unë nuk e di, unë i thash Ramabaj s'tregoj me emrin, s'ma tregoj emrin, nuk pa tregoj Ramabaja, unë e ftova Ramabaj që të vjen drejt sot anesa, kur duhet, në Skënderë, në fshatin tim, në udhën time, unë që s'ka ka Ramabaj, unë me Ramabaj asgjë s'kemi kohë si më hasëm ne. Unë e ftova, hajde me mund drejt, hina Polac ku dush në gjitha lagjet, se unë në gjitha lagjet të Polacit, se ne jemi afër, kemi tokat mexa, si thojmë, shumë afër i punojmë tokat. Edhe thash, hajde me mund drejt, edhe shkojmë në cilën lagje ti po ki dëshirë në Polac apo në Marin, me pyet kush ka qenë Bejt Gruda. Unë thash, lagja Gruda janë lagje e mirë.
lagje që kur një unë se maj men 50 Po, por zotri Gucati, ju fillimisht thatë se kush është kundër vetëvendosjes është bashkëpunëtor i Serbisë. Atëherë pi Ashtu me thëmë vetëvendosje, dhe tani pastaj thatë kjo nuk ka qenë tendencioze nga zotri Ramabaja. Tash nuk duket se s'ka qenë tendencioze, duke marrë parasysh të opozicione. Po unë s'po du me dhe, si thëjnë plesht në përora, me dhe zjen, me shti cvira mes ne, se na jemi shqiptarët e ke punit. Unë po du të zbuti situatën. Po du që Ramabojës mi e pranu kërkim foljen për parimi, edhe Ramaboja ka kërku folje edhe sot, në për gjitha portalje jemi duke lexuar që Ramaboja kërkom folje. Ramaboja ka ronë ndoshta një kurth, dikujen që nuk e nxë bejt gruden, nështë ka gjizune njëri para 70 vjetin, 100 vjetin që unë nuk e di, edhe familja em, baba em, nuk u bas baba të dhe ka të vitim ka dik, kur njës kam dëgju se baba em ka thonë... Na vjen mirë, Gucati, na vjen mirë në fakt për zemërgjërsin tuaj dhe gabimet naturisht janë njerëzore, një tillë ka pranuar edhe Ramabaja dhe sqaruar. Në Ramabaj si ka thonë që mos vjen më ndajthitje, mos vjen kurth të telefonit. Duhet ta halim të në rasin, Ramabaja duhet më një mdu kusho isim Gucati. Po zë mësoj të vetë vetja. Me pyti Kolmorin, me pyti Skenderaj, e një vizin Gucatin, baba e me kojmë në Abdullah, bab gjyshe ka Hasan, baba e Hasanit kojmë në Ramadan, unë di me shku deri në 7 shok, me ti tërgu, partë e mi, kështu me pyt, edhe tani me pyt, kusho isnija, apo migja jem ku ka punu, Kosova është e vogël, 2 milion banor, ka 11 km2, e jo Ramabaja të pare në fjall, pyte ku ka punu bab gjyshitina, bab gjyshiti ka punu token, ka qenë bujk i mirë, i ka ru ljop të shkreti, se në atë kohë gjithë kena punu me blektori dhe bujësi, që që është marë për Ramabajnë edhe ne, po thomë, unë e pranoj, unë me kunë si përparimi, si presorin të rumi, thomë, ta pranoj kërkim faljen, po mos ga ba marë, të kesh kujtes, mos